miftu gjitha ata familjar, mi përkra të mbjetum. Si shta Dani, turpi është e ai që i ka dhunu, nuk është e ata që e kam përjetu, pasi ata kanë qenë të pabarabat në rrethana lufte. Ferida, a ka hala raste që po qitën për shtëpis? Ka raste. Kur deklarohen? Kur deklarohen. Sot në 2025? Edhe ka dhunë familje. Unë dua të them që 25 vjet pas luftës kemi ende dhunë familje të ato gratë të cilat pa dëshirën e tyre kanë qenë pre e fushbetesë luftës edhe fatkesisht ende dhunohen edhe nga familjarët, edhe këtë mesazh po du me thonë publikisht për faktin që po du që përmes mediumit juaj familjarët me kuptu që ato si janë fajtore. Viktim kanë qenë edhe burrat, e pamë sot historinë e Danit që e elaboroj në mënyrën më të mirë të mundshëm, që kanë qenë pambrojtër. Edhe me ricitu Danin, Feride, gruaja i ka thonë, masi që i ka kallzu ky gruz. Njëherë kishë qajt, s'kan folë kur gjo, edhe Dani tha, me njerë mas asaj më ka thonë, luft ka qenë, gjithë kujt ka mujtë mi ndodhë, ti s'ki pas faj për atë punë. Shumë la për shtypje që Ramadani tha, gruaja më ka shnosh me qëto fjallë. Po, në fakt, kur Dani e ka ndo historinë e vetë me bashortën, e cila ka qajtë të natën, në mëngjes, ja ka dhonë përkrajen maksimalit mundshme, a i thot në atë moment bota është bëhe imja. Për faktin që e ka pranuar gruaja pavarësisht historisë të tij gjatë luftës. Edhe shumë gra, edhe burra, ende kanë të vështirë me nda. Dua të them që jo gjithmonë duhet t'i pajsojmë burrat. Pse? Se krimi i dhunimit ka ndodhur në prezencë të bashkëshortëve tyre, ka ndodhur në prezencë vëllezërve, motrave, familjarëve, njerëzve të panjoftën. Edhe i ka impaktuar edhe ata janë pjesë e traumës, edhe nganjëherë forma dhe mënyra se si reagojnë traumë është edhe pjesë edhe dhuna familjare. Kështu që unë veç du me përçu mesazhin përmes këtij mediumi, mi ftu gjithë ata familjar, mi përkra të mbjetum. Si shta Dani, turpi është e ai që i ka dhunu, nuk është e ata që e kam përjetu, pasi ata kanë qenë të pabarabat në rrethana lufte. Kështu që uroj edhe shpresoj edhe ky emision, edhe historia e Danit, të arrit të shliroj nga kjo stigmë, nga kjo turp, nga kjo fajsi, edhe familjar që e përjetojnë. Edhe pas luftës, kur i kemi qasë terrenit, më kujtohet në atë kohë, në moment kur antarët e familjes e kuptonin që ne mund ta intervistonim apo t'i japim trajtim një gruaje, ata qëndrojnë aty për ta bërë të pamundën me dalja e historisë sipërfaqe nga frika që ata mund të paragjykoshin. Pra, turpi, stigmatizimi nuk i atakon vetëm viktimat, i atakon edhe familjet. Për atë arsye familjet e kanë zgjedhur heshtjen në vend se t'i japin përkraje.